Heje njerëz të bukur, si po kaloni? E jeni të tregoj tani të marrë një qik me vete sot, se kemi disa punë për të bërë, edhe thash pse të mos e bëj një vlog, po. U vesha që thoni, u përgatita, edhe dolëm se kishim ca punë me burrin. Pastaj ja u ktheva shpejt e shpejt në shtëpi të gatua një qik, bëra pilaf, lule lakër edhe sallam. Skuqja një qik, pastaj ja thash të pi një kafe, unë zakonisht kafe turke nuk pi kur jam vetëm, përtoj ta bëj, vetëm kur jam me motrën, po tani hajde nejse. Thash ta bëj sot ashtu mu tek për kafe, edhe e bëra jami, kuptohet. Edhe pasi piva kafe, nuk qetësova një qikë, shkua me djalin se sot kemi për të bërë këto pumpkin, si janë moj si i thonë, kolokitha në greqisht, kunguj në Shqipe, gjeta. Edhe këtu e kanë si tradit që i dekorojnë, i bëjnë kështu të bukura, edhe tham që ti bëjmë edhe neve, të marrim pjesë, pse jo. Mami me djalin, edhe i mbajnë, ja dhe mami, e shikoni mami në aksion. U përpoqja shumë ose pyesni se unë nuk e kam fare me këto dekorimet e me vizatimet e kështu, po hajde nejse të bukura dolën shumë, edhe kuptohet që t'i marrim me vete në shtëpi, të dekorojmë shtëpin tani për vjeshtë, këtu vjen edhe Halloween për pak kohë, edhe janë perfect. Ciao!